Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e cila është njëherësh edhe ministre për energjinë dhe infrastrukturën, ka vizituar këtë të shtunë, 11 tetor, kantierin në aksin e ri rrugor në Elbasan Rogozhin, konkretisht në lotin 5. Jemi në një nga kantierët që po ecën më mirë në korridorin e 8, të shumë pritur, për sidomos këtë pjesë që nis nga rreth rrotullimi i Bradasheshit, aty ku ne kemi filluar projektimin edhe me emergjencë, do ta zgjidhim dhe problematikën që ka tashmë ngarkesa e trafikut në daljen e autostradës Tiranë-Elbasan dhe pastaj vazhdimi në Lekaj, tha Balluku gjatë fjalës së saj. Ajo shtoi se punimet ndodhen në fazën e 5 të punimeve, gjithë projekti 18 km ka 6 ura. Ministra Balluku gjatë fjalës së saj shpjegoi se pas përfundimit të këtij aksi, shpejtësia e lejuar do të jetë 130 km/h. Papër Ura e Grykshit, shkëlqyer. Jemi në një nga kantieret ku ndodhet një nga urat, i gjithë projekti pra 18 km, sa ura kanë drejton? Ka 6 ura të mëdha. Janë 6 ura, dy prej cilave janë 330 metra linear, dhe njëra prej tyre është kjo që po shikojmë sot. Ecuria e këtij kantieri, pra papër ura e Grykshit, faza e 5, është në 60% dhe po diskutonim pak më parë me të gjithë grupin e inxhinierëve këtu, që krahasuar me të gjithë fazat e tjera, ne sot këtu kemi ecurinë më të mirë me 60%, ndërkohë që i gjithë projekti është diku te 49%. E rëndësishme është të thuhet që kemi një afat për të kapur dhe është afati i qershorit 2026 ku dëshirojmë të përfundojmë totalisht sipas afateve kontraktuale 18 kilometrat e parë të këtij segmenti shumë të rëndësishëm, duke e lënë pra rrugën dytësore të jetë funksionale, ato që sot është rruga kombëtare, dhe duke kaluar në një autostradë të tipit A me shpejtësi 130 km/h. Shpejtësia e projektimit është 140 km/h dhe shpejtësia e realizimit të projektit është 130 km/h. Kemi 2 korsi nga secili krah me 3.75 metra gjërsi dhe një korsi plus nga secili krah që është korsia e emergjencës me 3 metra gjërsi. Pra kemi 3 korsi në të dyja krahët, duke na dhënë kështu një autostradë të tipit A, e cila do të ketë shpejtësinë 130 km/h. Siç e tham, ecuria fizike në këtë kantier është shumë e mirë, kemi kaluar 60% të realizimit. Problematika nuk kemi pasur me shpronësimet përtej problemeve me dokumentacionin që vazhdon dhe sot kemi arritur të gjejmë mirëkuptimin e banorëve. Trasen e kemi hapur të gjithën, mbushja ka përfunduar mbi 80% të saj. Kemi 5 vepra të vogla hidrike që shërben për kalimin e ujit nga njëra anë në anën tjetër. Tombino dhe 2 nënkalime që në fakt nuk i kishim pjesë të projektit, por i kemi shtuar me kërkesë të banorëve për të lidhur zonat bujqësore nga njëra anë në anën tjetër. Duhet të thënë që zakonisht gjatë zbatimit projekteve padyshim ka disa ndryshime, të cilat konfirmohen dhe aprovohen në Këshillin Teknik të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe sigurisht shumica prej tyre ka të bëjë me një pjesë shumë të rëndësishme, atë të sistemimit të lëvizshmërisë brenda zonave të banuara në 2 krahët e autostradës. Sidomos kur janë zona që në planifikim nuk është parashikuar sepse janë zona të cilat janë të pabanuara, por nga ana tjetër rrugës në një komunikim të vazhdueshëm me të gjithë komunitetet, arrim të kuptojmë që janë zona bujqësore dhe që detyrimisht duhet krijuar akses, edhe nëse nuk janë sot në përdorim, mund të jenë në një të ardhme bazuar në të gjithë paketat incentivuese që qeveria shqiptare ka tashmë për zhvillimin e bujqësisë apo edhe zhvillimin e agroturizmit. Në ndërkohë, nëse shikojmë, ura ndërtohet pra 330 metrat janë të ndërtuara në shtradin e lumit Shkumbin, por si shte nuk ka problematika teknike. Kemi dalë mbi nivelin e lumit, jemi dhe 5 kila për shtetenore, por jemi në vure ziku të vure, a mezi të tojnë që dhe në gjede në trarë të satë e kontatë. Janë 161 trarë nga ku 100 trarë janë prodhuar. Kështu që si shtatë inxhinieri në mes tetorit fillon montimi i trarëve për të liruar kështu edhe trupin e rrugës pasi. Inxhinier, kjo është dhe koha më mirë për të punuar sepse pas pak do filloj edhe të rritet niveli i ujit, shpresojmë shumë. Do fillojmë në rrjedhën e trarëve, shmangim në
2025 ka qenë me të vërtet një vit I thatë, ku të gjitha kantierët, pikërisht, të gjitha kantierët e kanë shfrytzuar maksimalisht këtë pjesë, duke qenë se nuk ka pasur shira dhe ka qenë e lehtë për të ecur nëpër kantiere, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që është një situatë që nuk na favorizon në sektorin energjetik. Kështu që ne po e shikojmë me shumë vëmendje rritjen e mundësive për të pasur reshje gjatë sezonit vjeshtës, duket sikur po sistemohet situata dhe në hidrocentralet tona, por ju që punoni në shtratin e shkumbinit, për sa I përket të gjithë veprës, se pak a shumë në të gjitha segmentet ne jemi brenda dhe afër shtratit shkumbinit, duhet që të përshpejtoni pasi do filloj të rritet niveli duke ju krijuar pak problematika dhe kompleksitete.